që këto është rrushë, thash që tu kemi 8 lloje të rrushëve. Është pak përëndësi për ata të cilët nuk e din kjo serisi, një vajzë prej Gjermanie mi ka pru keset për me shti rrushën puna edhe prej Anzat, prej Grejzi, prej Bledve, edhe prej Shpenzve për me mbrojt. Si vjetë kam pak, po për të tjerë të cilët janë të interesum, kanë mundësi me bë mbrojtjen e rrushit. Zotëris, po më intereson me pyet që sa vjet e kultivon rrushin, sepse na e dim që zakonisht kur flasim për rrush na bjen mend qyteti i bukur Rahovecit. E jo shumë për mali shef, s'është që kemi ditë. Jo, po shumë mirë sepse për pas Rahovecit edhe në të tjerë mund me kultivu sepse toka është e mirë, fal punës, vullnetit e bën. Që 25 vjet. Jo marrë me bullësi që 25 vjet jemi dalë këtu dhe prej atëherë jemi të marrë me vnesht edhe me këtu pëmë. Na gjatë bisedës ma herën të tregove që na nuk janë veç 2 lloje të rrushit, i bardhë dhe i zi, por ka shumë lloje të rrushit. Apo na tregon ti ma mirë se çfarë lloji rrushit është ky lart edhe se çfarë lloje të tjera ka? Këtu kjo lloj është hafuzale. Kemi për kuple, këtu janë 8 lloje. Për kuple kemi kardinal, kemi muskat, kemi rrush, kemi muskat, kemi këto Hamburg, kemi rrush pafara, kemi demir kapi, kemi Viljamovk, kemi Smederevk, e kështu me radhë. S'di tjera. Tregona pak ndoshta se sa i vjen koha që ai të pjekët, kur është i gatshëm pastaj, sa ndikojnë temperaturat. Koha është shumë e rëndësi, si vjet ka pas thatë bukur shumë, edhe ende nuk ka pjek. Edhe këtu shifet që është ende i verdh, edhe atje është sepse thatësia edhe nuk e lën me pjek. Koha është e mirë në përgjithësi, po ende është i verdh rrushi, ende ka nevojë më pjek. Deri në çfarë sasie ke rrush momentalisht në punën tonë? Momentalisht, me thonë rreth 300 kg, ma shumë nuk kam. Po për llojet e lulave kam edhe këtu me siguri ma shumë se 7-8 lloje të lulave. Këtu veç për shifen, këtu janë lule të veçanta në vjesht, mas tana luleve që mbarojnë, këtu janë të mramat, edhe këtu krejt janë për blet, e kemi këtë pjesën tjetër mund me fiksu, kemi lule rigan, që është e mjellë vetëm për blet, është qaj si kur qaj i molit, është shumë i mirë, edhe e konsumujmë edhe na, po në përgjithësi nuk e njohin njerëzit edhe nuk asi. Për pas qaj të rigan që është rreth 10 ari këtu, 4 ari kom vjedh lule dilli vetëm për blet, edhe 50 ari kolës në fund atje. Po kemi edhe lloje tjera, kemi tymian, edhe ajo është lulë vetëm për blet, kemi këtë ermirën e cila është një pemë shumë e mirë, ka lula shumë të vogla, ka erë shumë të mirë, edhe era asaj ngjason me mjaltën është sikur mjaltë, edhe shkojnë blet edhe tani edhe lethijat që afër janë, edhe këtu kanë polen, qelin heret, është pema e parë që qelë, edhe e shfrytëzojnë blet.